Edhe kur ke pasuri, edhe kur ke shëndet, edhe kur ke autoritet, edhe kur ke fuqi, çka do që të ke, mbetesh mbrana kebet. Ai që ka për shembull pasuri të madhe, për me rujt, a duhet mund, a duhet lodhje, shumë, nështë ma shumë saj që se ka, edhe ai që s'ka, edhe ai është në mundime, për me lidh muajnë me muj, me lidh obligim, edhe ai në duhet, po edhe kjo është në vetër atje. Kështu Allah ka kërë dunja, në ka të khalek në insane fi kebet, në mundime, dhe njerëzit shikoni të ndërruzën këtë dunja, kur është që ka arrit diqka, dhe ku do që ka arrit dikush dikur me shku, pa tjetër këtë ka bo me futje, me mundime, s'ka pëtën. Andaj, Allahu gjelloja fshaja se ti si e kryu për to. Dhe në faktin që ka smundje, ka mundime, ka probleme, ka situata kur dominon e keqja, gënjeshtra, mashtrimi, zullumi, së është kjo botë që për te Allah në ka kryuar, nuk është. Po në ka silë tu për me dhoni për mësaktuar. Përndaj në kalimu, këtu ka mundime, këtu ka sprova. Aja që duhet të dini veç, si me i kuptu me te i kalu, ndërsa situatët nuk mundi me ndryshu. E pa mund s'mështë. Ky liq ka vletë për Muhammedin s.a.s. Aja a ka vujtaj, a ka pas mundimaj, a ka pas lodhe, a ka pas sa dush. Përmendoni, në fund tjetës ti është falë ullur nga lodhja edhe smundja, s'ka mujnë komu që mu falë pejgamberi s.a.s. E ka pëjtë ashtë në pëse u falë kja ullur, ka thonë Aisha radiallana et abehu nës, e ka lodhë njerës, angazhim, shka mas ti, lodhë me këtë, tëre këtë, lufta me këtë, angazhu për këtë, sa delegacioni, sa aktivitet shumë i ngjeshur, është lodhë pa pejgamberi s.a.s. Në fund jetës si. S'ka mujtë më në kome najtë, nga aktiviteti i ngjeshur e lodhja. E që ka pëtën ti? Ti që pëtën ti me mora pëtën? Ndaj ketë pejgamber kanë mujtë, kanë hjekë. Kuptoj këtë realitet, nuk mosh me ndru, pa sakrifis nuk ka, pa mund nuk ka, pa lodhe nuk ka. Mirë përdallimi është, ti shpeson të Allahu xhallahu ala se kjo është e përkashme, pastaj vjen një situatë ku shpërblesh përjetësisht. Që këtë manë, për ndryshe, s'mosh më majtë.